الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Na jem duke shpjegu librin normat e të ecërit për namaz, libër ky i cili përmban jo vetëm çështjet do thotë çush ka përmend ky dietari rreth mënyrës se si do një musliman me shku deri në xhami, po ka shtoj ka fillu kaptinën, mësane u zgjënu në çështjet namazit, në formën e namazit, në farzet e saj, në sunetet e saj, pastaj u zgjënu edhe në kushtet tjera të islamit. Ne kemi arritë te paragrafi i cili përshkruan hyrjen e muslimanit namaz. Dhe në këtë paragraf autori, Allahu e mëshiroft, thot: "O yarfa'u yadayhi mamdudatay al-asabi' madmuma." Thot, njeriu kur të lidhet namaz, i ngrit të dy durt e tij, durt e veta, me gishta ngritur lart, të bashkume. Wa yastaqbilu bi butunihima al-qibla hadwa mankibayhi. Edhe çka thot kibla në ka përpara. Durt e tina, që kjo barku, që sa i thënë barku i shuplakës, thot bjen përballë kiblës. Gishta drejt, të nalë ngritura, mi po të bashkume, jo të hapura. I bashkon qështu. Edhe thot hadwa mankibayhi, edhe ja afron deri te supët e tina, deri qëto. Në një transmetim ka ardhur deri te vesht. Tash ka diçka këtu. Na e dim, edhe na përmend shumë herë, që kjo fe jonë është fe argumenteve, fe fakteve. Nuk është fe të kapurit për çështje të fesë pa pas argumente të. Islami ka dy baza. Ka Kurani dhe Suneti. Çdo se në çështje të fesë, kur dikush flet, thret diçka, nëse fjala e tij nuk mbështetet në Kur'an apo në Sunet, ajo fjalë për tij as pranohet. Sepse burimet e shariatit janë dy, Kurani dhe Suneti. Edhe forma e namazit për çdo imësir do të me pas argument. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Ka thënë faluni ashtu që shumë shefni mu dhe u fal. Tash në Kur'an është e përshkruar forma e namazit? Jo. Në Kur'an gjendet vetëm çka? Obligueshmëria e namazit. Allah i ka thonë që e keni për obligim namazin, ka tregu disa kohë namazit, mi po detajet e mënyrës, formës se si falë namazin e këna marrë për kujt, prej burimit dytë shariatit, ajo është hadithi, fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po, gjithë e dim se në fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kena hadithet sakta dhe hadithet jo sakta. Kush ka bo dallimin mes hadithet sakta jo sakta? I kanë bo ulemaja hadithit, dietar, shkencëtar, akademik të hadithit, cilët e kanë ruajt këtë fe përmes zinxhirit njerëzve. Kjo është temë e gjonë që këna përmenë shumë herë, po pasi që kemë musafir për zënon apo. Thot, forma në namazin këna marrë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pa pejgamberin tu fal, e kanë transmetuar gjenerat mas gjenerat deri në ditët e sotme. Edhe këna përmend shumë herë se libri më i mirë për formën e namazit është forma e namazit ashtu siç e ka folë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të dietarit të mirë njohur, muhadithit madh me origjinë shqiptare, Muhammed Nasruddin Albani. Libri i cili në formën e namazit në historinë islame, ala libër më të mirë nuk ka dalë, edhe nuk është shkruar, edhe më përmbledh me argumente, me fakte. Tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit dur deri këto, apo pak më lart drejtim me vesht. Mirë po, të na çfarë bën këtë vendin tonë apo në Turqi apo në disa vende tjera ku është mëdhhebi Hanefi? Se dini, në mesin e muslimanëve janë përhapur mëdhhebe shumëta, prej tyre më të njohur janë katër. Mëdhhebi Imam Abu Hanifës, Imam Shafiut, Imam Malikut, edhe Imam Ahmedit. Mëdhhebi Hanbeli, Hanefi
xhamati ku falën ata I prekin vesht. Allahu Akbar. Do me që gisht e prekin të butën e veshve. Mirë po, argument prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ai I ka prek butën e veshve kur është lidh namaz nuk ka. Imam Ebu Hanifja është imam I muslimanëve, imam shumë I madh, ka kontribuar shumë për umetin musliman, ka lënë libra. Është imam shumë, imam për cilin ulemat ka thonë që nuk me folë për të, pse? Se nuk ka njeri që s'ka gabime. Edhe djetarë kanë gabime. Mirë po gabimi djetarëve, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë idha ijtahada falahu ajr. Kur imami, djetari I madh e jep një mendim me një çështje, edhe e vogël qoftë, ja qëllon, I ka dy shpërblime. Nuk ja qëllon e ka veç një shpërblim, ama nuk I shkruhet gjuna. Nuk I shkruhet gjuna. Edhe ky imam është për imam të mëdhenj, mi po këtë çështje, ajo që kanë gjitën me dhëbin e tij se do të mi prek vesh, nuk ka kurfar argumenti, nuk ka fjalë sakt në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se na para se mu lidh namaz do të mi prek vesh. Për këtë shkak edhe me dhëbe tjera vesh nuk preka. Do thotë, është çështje argumenti. Jo çështje fanatizmi, se kësaj do të më vepru, apo kësaj nuk do të më vepru, apo kjo është feja e re, apo feja moshme, që shinim llofe tek njerëz. Asese. Kjo është çështje argumenti. Për çdo sen, keni argument? Pasoj, pa ma parasysh pe kujt na vjen. Nuk keni argument për atë çështje, nuk e ndjekim ato. Qoftë, edhe nëse na vjen për një imamit më. Çdo imam, çdo dietar I këtij umeti është I dashur për neve. Mi po e vërteta, haku argumenti është më I dashur për neve. Pse? Se na ditën e gjykimit kemi u pyet për Allah azza xal. Për kujt I kemi mësuar fen? A e keni ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo jo? A e keni ndjek rrugën e argumentit apo jo? Apo e keni ndjek rrugën duke I pasur njerëzit pa fakte hiç pa argumente hiç? Thot autori I ka ngrit dur deri këto, edhe I ka bashku gishtat. Këtu përmeni pak veç kështu kalim dhe pse s'ka të bëjë me këto. Një prej forma mënyrave që njerëzit gabojnë ngritjen e lutjeve në lutje, ngritjen e durve në lutje, është I shohim shumë me njerëzit kur bojnë doa çështo. Ose çështo. Kryesorja çështo I bojnë gishtat ose hapur, nuk I bashkojnë hiç. Prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bësh doa, kur bësh lutje, është që çdo gishta me bashku, çështo, edhe të dy durë çto me bashku. Edhe ngrit ka si. Kjo botë se më lart ose më poshtë. Ose më lart ose më poshtë bën. Mirë po, do I lojnë kësisoj, I hapin gishtat, asnjëna prej këtyre formave nuk është e saktë. Na këtë çështje kena shëruar librin e vërteta rreth ngritjes durve lutje. Kush e ka libër, gjërse nëse do të mosën, e ka me argumente do pikëm ta. Thot autori I ngrit durt ka kibla deri te supet in lam yakun udhr. Në vetëm nëse s'ka ndaj arsye që mos më ngrit durt. Ndaj çka ka në dorë të kapota, apo s'ka mundësi mi ngrit është I smut apo diçka tjetër. Për ndryshe ka për obligim, në momentin kur do më lidh namaz mi ngrit durt. Allahu Akbar. Thot, wa yarfa'uhuma isharatan ila kashf al-hijab bainahu wa bain rabbih. Këto e ka përmend një sen që nuk ka argument për ta. Autori ka qenë dietar shumë I madh. E ka përhap sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po, ka raste kur ka punuar ose me hadith dot, ose nuk ka pas argument. Çka I ngrit durt, edhe thot, ngritja e durve është një lloj sheje se ti po e hek perden mes teje dhe mes Zotit ton. Nuk ka argument për ta. Nuk është transmetuar kur gjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në momentin që ti e kthy ka kibla, po do më lidh namaz I ke ngrit durt, e ke hek një lloj perde mes teje dhe Zotit. Jo, kësaj na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I pa argument se hek një lloj perde mes teje me Zotit s'ka. Thot, kama anna sababatu isharatan ila wahdaniyya, ky ka bëni lloj krahasimi, një lloj analogjie, ashtu siç ngritja e gishtit namaz në të jot është shenjë në njëshmërinë e Allahut. Po, kjo shenjë në njëshmërinë e Allahut, mirë po, nuk ka analogji, është
e kohët, nuk është e bazuar në argument. Hadithet që me ngrit dur deri këtu apo deri te vesh, në këto dy vende janë hadithe të sakta, janë transmetuar në librat më të sakta të hadithit më të Kuranit, në Buhari edhe në Muslim. Në Buhari edhe në Muslim me numër 735 edhe 861. Thot autori: "Thumma yaqbidu qaw'ahu al-aysar bi kaffihi al-ayman." Allahu akbar. Ta çka do më bë? Thot autori do të më marr me çit dorën e djathtë, që plakën e djathtë me kap çit pjesë. Qawa gjuna arabe i thonë që sa ju nazës të stipili zykiqt. Edhe në gjet. Do të kap çit pjesë. Allahu akbar. Thot të majtën që ta e kap me djathën. Nësa i lidhin kështu gabimisht nuk din. Mi po, ata e në fillestar. Thot, o yaj'alhuma tahta surratihi. Edhe këtu e ka përmend një çështje që nuk ka argument për ta. Edhe pse u kon dietar shumë i madh, edhe u mundu me punu me sunet çdo sfensir, këtu ka gabu. Çfarë ka thonë? Ka thonë, durët e tina i lën nërkthis. Durët e tina, ka thonë, vetë ima, për çdo shpesh herë kur na shkon hax edhe numre apo i shoh me në televizor çabe tu fol namazi, jam prej medhhebit Hambeli. A çka thot për medhhebin Hambeli? Për medhhebin Hambeli thuhet se është mas afër me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë shohim për Hambelive që kanë lidhur durtë. Pse? Se e kanë pasu hoxhën, a hoxha s'ka pas argument për atë punë. Për këtë shkak edhe do të mësoj xhamati vazhdimisht që xhallar kur të nin, do të më këshir hoxha e ka argumentin me ka mundësi me dallu xhallar në çështën fetva. Mi po, ku ka problemi? Problemi te argumenti ose te mënyra çysh e interpreton ai argumentin. A forma e namazit pejgamberit sa as nuk dallon. Në formë është ajo. Thot edhe ndon nër kthizën e tina. Hadithi i cili transmetohet prej Aliut radhiyallahu anhu, i cili është Sunenin e Abu Davudit, se masi të lidhesh namaz do të më ndu nër kthiz, është hadithi pasakt. Hadithi jo i sakt, është hadithi është hadith daif. Nuk është hadith sahih. Kurse përkundër këtij hadithi janë transmetuar shumë hadithe të sakta në koneksionet më të sakta të haditheve pas Kuranit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam durët e tij i kanë nduko në gjoks apo mbi kthiz, i po jo në kthiz. Në gjoks apo tash kjo çështje kur praktikohet te na, njerëzit mendojnë që është ndruar një lloj medhhebi, o ka njerëz që kanë marrë një fe tjetër. Kurse realiteti është vetëm të argumenti. Sikur që ky hadith i Aliut radhiyallahu anhu kishte qenë i sakt që dur do të më ndu në kthiz, çka? E kishmi pas për obligim me pasu këtë hadith. I çdo dur më ndu në kthiz. Mi po ky hadith nuk është i sakt. Përkundrazi, shumë hadithe tjera janë sakta që pejgamberi sasem ka urnu, edhe ka thonë, gjithë pejgambert i na konë të urnum që me ndu dorën e djathtë, mbit majtën në gjoks. Këto janë hadithet e sakta sa i përket lidhjes durve. Edhe ka thonë autori, wa ma'nahu dhullun bayna yaday rabbi. Edhe thotë kur i ndon durët ko poshtë, kjo u kon ijtihadi tina, mendimi tina. Jo me argument. Ka thonë që është një lloj, më shumë një lloj nënshtrimi kur jeti para Zotit tonë. Dhe një lloj përkushtimi më i madh. Përkundrazi, në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ti kur i ndon durët konal, je pak më i përkushtuar para Allahut azza, jo ko poshtë. Se nuk është edhe një lloj respekti për Allahut azza më ndu durët ko poshtë. Është një çështje këtu. Namaz shpesher i shohmi në i musafir ose kur vjen prej vendeve tjera, në i musliman apo në qave kush ka pas mundësi me shku në hax apo në për televizore, i sheh se disa prej muslimanëve durët nuk i ndojnë mbi këta, po i ndojnë më kështu. Disa prej tyre i ndojnë çtu. Për të tri format ka ardhur hadithi sahih. Do ndesh këtu, ndesh këtu, që pjesë, mesi, rruz, këtë thoi.
apo qëto, qëtu pejgamberi kjo është sërruz, kjo është Said, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur të tri format edhe hadithi është sahih, e transmeton sahabiu Wail në Suninin e Sa'id. E dini, sahabiu shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Wail ibn Hajar, ka qenë një prej transmetimtarëve më të mëdhenj sa i përket formës namazit. Edhe që i ka transmetuar disa sene në formën e namazit që nuk i kanë transmetuar sahabi tjerë. Kjo është domthonjë sa i përket formës këtyre dy llojeve të formave në namaz. Këto dy çështje. Çështja e nduarës prekjes veshëve nuk ka argument hiç, po është ijtihad i mëdhëbit Hanefi, edhe njerëzit e kanë pasur së mbyllazi masanena pa argument hiç. E para, edhe e dyta, vendosja dy durve nërkthis, nuk ka argument për të sahih që mu mbështetu. Përkundrazi, janë transmetuar shumë transmetime prej shumë sahabive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka durr ku ngjoksi këto. Ekziston edhe një hadith Musnedin e Imam Ahmedit, e dini Imam Ahmedi është imami i sunetit, e kanë thënë këtë ulemaja, dhe Musnedi i tij është libër voluminöz që mban me mija hadithe. Ndo është një transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka durr gjithashtu edhe për mi gjoks, do të thonë bark, për mi kthis. Jo bash në gjoks, po edhe për mi kthis deri këtu dikon. Këto çështje janë çështje argumenti. Nuk janë çështje shpikjesh që njerëzit i kanë shpik, apo dikush që ka ardhur me ide të reja në fe. Mi po çështje argumenti veç edhe asgjë tjetër. Jo pa ata që dojnë me pranu, ata që dojnë me metë thonë kjo është fe, unë tradicionale nuk do të më ndryshua sene, edhe pse e kundërshton formën e namazit pejgamberit sa e refuzojnë këto. E ndoshta edhe kritikojnë, edhe mbështeten to që po dojmë në ndru fe, i po kjo nuk është e vërtetë. Sepse feja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo që ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po, njerëzit në fe kanë shpik shumë sene. Kanë thonë shumë sene që janë prej fesë nuk ka argumentor. Mirë po, ne pasojmë argumentin e saktë, ajo që është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajeri, në librin e tij Fath, komentuesi i madh i librit Buhariut, thotë se urësia sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë durrt e tina në gjoks e jo në rkthis kur është lidh namaz, sepse dietarët kanë thonë al-hikmatu fi hadhihi al-hayya annahu sifatu as-sa'il adh-dhalil. Kjo e pasqyron atë kërkuesin i cili është i ulël, i përulën. Një lloj sikur për ullët pra dikuj që kur po lyp diçka. Wa huwa amna min al-abath wa aqrab ila al-khushu'. Edhe kjo kështu është ma e fortë pak që çten ty me qenë më i koncentruar. Mos me lëviz shumë. A çose je kështu pak më ndryshe ata. A kur je kështu i përmbledhur pak je pak më ndryshe. Kjo formë që kështu ma let praktikohet edhe në sunet tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cilin shumë prej njerëzve, prej xhamateve, në për xhamia e ka neglizhojnë. Cili është ai? Urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka në shumë hadithe sahihe, që kur lidhemi namaz, kur ta drejtojmë safin, çka ka thonë pejgamberi? Ka thonë supja do të me prek me supën tjetër. Jo njerëzit me pas ka hapësinë mes vetë. Pse? Se ka thonë pejgamberi aty ku ka hapësirë, aty hyn shejtani. Ku jeni bashkë prekni, e doni edhe vetën më të afërt. Pejgamberi ka thonë supja me supë. Kur jeni kështu, atëherë ma mirë pështet me njërin me tjetrin, se prek supa me supë. Edhe ka thonë zogu i komës me zogu komës. Sigurisht se ka përkushtim më të madh në ta. Për këtë shkak, edhe Imam Buhariu, i cili e ka koleksionin më sakt haditheve, kur e ka përmend që hadithin e ngritjes durve në gjoks, kaptinës që ti hadithit titullin, që kanë gjitë kur i ka përkusht hadith, ka thonë kaptina e përkushtimit. Veç pse, kur të lidhësh namaz, këtë formë, ti je më i përkushtuar namaz. Thot autori paragrafi tjetër.
ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في تشهد فينظر إلى سبابته. Preferohet çka? Kur të lidhësh namaz, me këshyrën sejdë me këshyrë. Në venin ku kime ranë sejdë. Jo me këshyrë kështu, ose as anash, as përvarë, ose me ngrit nalë me lujti me kokën tonë. Ja, do të me këshyrë në venin ku kime ratin të sejdë. Pse? Për shkak për kushtimit. Për kundërzi, ka ardhur disa ditë tjera ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka u ndalu që na me ngrit kokën në namaz, me këshyrë kështu. Bile ka thonë, dikush që e ngrit kokën e tij namaz lart, ka frikë që Allahu azza wa jall m'ia hub shqimin atina, m'ia hub vërbrimin. Për shkak se ngrit, nuk është i përkushtuar, harron që është lidh me Allahun azza wa jall, nuk është në lidhje me një krijes tjetër të kategorisë tina apo më tol diçka. Po çka i lidh me krijuesin tot? Atë me këshyrë në vendin e sejdës. Thot, fi kulli halati salat, në gjitha format e namazit, edhe në ruku kur të bish, du të me këshyrë në sejdë, vendin e sejdës. Illa fi tashahhud, përveç se kur ti je në uljen e parë, e krye çadën e parë, dytën, rrin e tahiyat. Na i thonë tahiyat, ulja e parë. Edhe e tahiyat lillahi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë rast ka thonë me këshyrë gishtin çka. Ka urdhë që të kesh. As me këshyrë për para, as anash, as kështu, për këshyrë gishtin e të thu, tahiyat. Pse? Se ka përkushtim më të madh ta. Kur e këshyrë gishtin ti, nuk shkon mend tjetër kur. Po menja veç aty në fjalë që i thu ti. Për çdo muslimani duhet më munu, edhe pse se din gjuhën arabe, lutjet cilat i thot namaz, e në elham apo në kaptin tjetër, apo lutjet që i thot në sejdë, apo në ruku, apo në tahiyat, me jam mësu kuptimin. Pse? Që më përkushtu më shumë se çfarë është lutja, me diçka po lutet. Me diçka po kërkon prej Allahut azza wa jall. Fa yanzuru ila sababati, edhe në këtë mënyrë çka këshyr ngishtin e vet që e ngrit në namaz. Rreth argumente, rreth kësaj çështje do të flasim në paragrafe të tjera, të cilat i ka përmend autori në këtë libër. Thot, sa i përket shiqimit në gisht, kur je në tahiyat, hadithi është si sakt, transmeton në Sahihun në Sunenin e tij nga Abdullah ibn Omeri. Abdullah ibn Omeri ka qenë i biri i Omerit radhiyallahu anhu, halifës dytë. Cili ku thuhet hadith anahu ra'a rajulan yuharriku al-hasa bi yadihi wa huwa fi salat. Abdullah ibn Omeri ka thonë një njeri namaz të prej guraleca në tokë aty. U fal diku ku ka edhe çka ka lut me guraleca. Wa huwa fi salat, duke qenë namaz. فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وانت في الصلاه فان ذلك من الشيطان. Ka thonë mos e livrit gurt kur je në namaz, mos e prek tokën, mos luj. Se فان ذلك من الشيطان, sepse ajo është lëvizje e shejtanit. Shejtani është ai i cili të shtyn ty me lëvizje. ولكن اسنع كما كان رسول الله يصنع. قال وكيف كان يصنع. Ka thonë mi po vepro ashtu siç ka vepruar pejgamberi sa do të thonë ç'është ajo ishareti, ku na tregon se çka ka vepruar. Ka pyet ky, po çka ka vepruar pejgamberi në këtë rast, kur u konë te jot, kur ka lëviz gishtin namaz, ka thonë قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه التي تلي الابهام في القبلة ورمى ببصره اليها. فشka thot pejgamberi sa thon kur konë te jot në ulën e parë, hadithi është sahih. E transmeton Abdullah ibn Omeri, një prej transmetuesve më të mëdhenj të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bashku dorën kësaj soje. I ka mbledh të drejgisht dhe i ka prek me këta. Edhe e ka ngritur gishtin tregus. Edhe e ka livrit, ka drejt ka kibla, edhe e ka livrit ka pak. Thot wa rama bi basarihi ilayha. Thot edhe shiqimin e tij i ka drejtuar në gisht. E ka livrit edhe ka shikuar. Thumma qal hakadha ra'aytu Rasulullah yasna. Ka thonë, kësi soj, unë e vetë kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të vepru. Dëshmi e qartë prej sahabijut, prej shokut ngusht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ai ka vepru kësi soj. Me një hadith tjetër që transmeton Ebu Davudi, në librin e tij Sunenit,
Nga Abdullah ibn Zuberi, gjithashtu deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë la yujawizu basaru isharatan. Shishimi i tij nuk e ka përsëri lëvizjen e gishtit. S'ka asnjë centimetër më larg vetë se në gisht ka këshir. Këto janë argumentet që dëshmojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë namaz, përveç kur ka qenë të jat, shiqimi i tij ka qenë gishtin e tij. Kurse çdo moment tjetër që të namazit ka shiqur në sejdë, edhe ai hadith është hadith i saktë, të cilën e transmeton Hakimi në Mustadrekin e tij, ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Kabe me fal namazin, ku shiqimi i tij nuk e ka përsëri vend në sejdë. Edhe në Kabe kur ka qenë, nuk ka kthyer në Kabe. Që veprojmë shumë se fal namaz dhe kthyer në Kabe. Menojnë që me shikimin e Kabës namaz kënaqen. Jo, ashtu u përkushtimi. A përkushtimi është shumë i rëndësishëm në namaz. Po çka? Pejgamberi sa më dhën Kabë, shikimin e tij ka bën sejdë. Edhe më diku tjetër. Edhe paragrafi i fundit për sonte inshallah është paragrafi ku autori ka përmend lutjen që ti do të më thonë në çka? Allahu Akbar. E në durët këto edhe fillon lutjen. Pejgamberi ka bëu më shumë se një lutje. Shumë isa njerëz e dinë se një lutje, pejgamberi ka bëu më shumë se një lutje. Edhe autori ka përmend këto disa lutje. Prej tyre thot autori, si shkurtimisht i ka prej. Thotë ka përmend vetëm njërin, e inshallah javën e ardhshme do t'i përmend disa tjera që më mësu. Thumma yastaftahu sirran. Masana e ka filluar namazin sirran, fshat, pa e nikur kushiç. Edhe në qëse u konë namaz sabajt, akshamit apo jacis. Se dim, në drejk edhe një qindi, nuk ka namaz me zo. Edhe imami pa zo. Në sabah, në aksham, në jaci, namaz është me zo. Qofë me gjemat apo pa gjemat. Edhe në qëse të falësh vetë, ki drejt namazin e sabajt, akshamit apo jacis, me ngrit zonin, edhe me knu kuran me zo. Po që këtë dua, qoftë, pa ma pasur cili namaz, imam apo gjemat, kjo thuhet në veti, nuk thuhet me zo. Subhanaka Allahumme wa bihamdike. Subhanaka Allahumme, që dhe më thonë Subhanaka Allahumme? O Allahim, unë ty deklaroj që ti je i pasur për çdo të metë. Ti je krijuesi jon. S'ka mundësi me pasur të meta. Kush e merr lezon ajetul kursi veç. Allahu la ilaha illa hu. Përshkrimi më të mirë që Allah azza ka bëu për vetveten është këtë. Çdo mangësi që mund më ra në mend njerit për vetveten e tij, si krijes, Allah azza e ka pas denoncuar vetveten për tyre. Thot, çka të pastroj ty për çdo tmete. Edhe të lavdroj me çdo perfektshmëri, përsosmëri që ty takon vetëm. Bihamdike, çka ka bu bashk mes tasbihet, subhanallah, alhamdulillah. Do thon, falëndrimi më të madh takon vetëm ty o Allah. Edhe fjala hamd, subhanaka Allahumma wa bihamdika, e kena përmend shumë herë. Se i takon veç Allahut. Për kur thomi, çka thomi? Alhamdulillah. Apo nuk thomi shukru lillah. Turqelit, e kena një nga kamet edhe neve, thojnë shëshër valla, shëshër kamet në fjallë shukër, për arabisht, me falendru. Edhe fjalla shukër është falendrim, edhe fjalla është hamd, është falendrim. Mi për çka? Shukri thuhet njerëzve, a hamdi thuhet vetëm Allahut azza. Do thonë është diçka më shumë se falendrim. Është tasbih, është madhërimi i Allahut azza, është denoncimi i tij për çdo të metë. Për këtë shkak edhe arab kur e përdorin në mesveti, nuk i thojnë hamduke, ahmeduke. Nuk i thojnë po të falemderit me fjalën hamd, po i thojnë ashkuruke. Se shukër është vetëm për njerëzit, a hamdi është për Allahun. Thot, wa tabaraka ismuke. Tabaraka për i bereqitit, berek. Bekim. Çka? Kur të përmermi ty, o Allah, na çka arrim bereqet në jetën tonë, në të mira tona që ne ke dhënë ti. Ti na i shton bereqet. Kur e përmend Allahun azza. Wa ta'ala jadduka ay jallat 'azamatuka. Madhëria jote është shumë e madhe.
Njerëzit i bojnë gjuna Allahut azza për shkak se nuk e njohin kanë madhrinë e tina, sikurse njerëzit ta kishin ditë madhrinë e Allahut azza, fuqinë e tina. Sikur njerëzit ishin dalë me menue në sene që i ka krijuar, në dëshkime që ja çon njerëzve, dënime që ja çon njerëzve në këtë dynjë edhe në ahiret, kishin me pas se sa është i madh Allahu azza, edhe më ndryshe kishin me qenë, kishin me pas raportet me Zotin e tyre. Ma pak gjuna kishin me bë, edhe të mirat kishin me shtu më shumë. Thot, wa la ilaha gayruk. La ilaha gajruka. Nuk ka Zot që i meriton me i bo ibadet përveç teje. Nuk është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Se në këtë dynjë ka Zot na plot shumë që njerëzit e adhurojnë. Mi po Zot i cili e meriton me adhuru vetëm njëti. I vetëmi Zot i cili meriton me i rënë sejdë është Allah. I vetëmi Zot i cili meriton me prej kurban për ta është Allah. I vetëmi Zot i cili duhet me ju lut atina është Allah. Do të nuk ka Zot në tokë edhe në qiell që e meriton me i bëj ibadet përveç Allahut asgjë. Kjo është një prej lutjeve që më shumë të përdoret tek njerëzit, edhe pse prej sunetit pejgamberit sa është me ndru lutjet, përderisa janë transmetuar lloj-lloj lutje. Me kaq po përfundojmë. Lusim Allahun azza xal që të na bëjë të mundshme këtë namaz tonin ta bëjmë formën sa më të mirë, sa më të përsosur, me argumente, duke di çdo punë që e bëjmë, që jena të e bëjmë argumente, jo pasim pa argumente që duke menu se po i afrohemi Allahut azza xal, se jena të bëjmë punë të mirë, kurse në realitet kur dorme për Allahut azza xal s'kena bëu kurrë. Pse? Se Allahu azza xal ka më kërku, pyetja e parë që kam na vet për neve për ta ditën e gjykimit është namazi. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Puna e parë që Allah na vet për to. Ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazin e kena në rregull, këtë punë tjerë janë në rregull. Nëse namazin e kena në rregull, atë edhe punë tjera s'kan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.